Në shtator, vetëm pak ditë pasi 10 mijëra turq kishin dalë në rrugë për të protestuar ndaj goditjes më të fundit të presidentit Recep Tayyip Erdogan ndaj kundërshtarëve të tij politik dhe ndaj një ekonomie të lëkundur, Erdogan qëndroi duke buzëqeshur për krah presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Çmimi i takimit të shumë kërkuar kishte qenë i lartë. Para takimit qarkulluan raporte se Turqia do të blinte avion Boeing dhe F-16 dhe Ankaraja njoftoi heqjen e tarifave shtesë mbi mallrat amerikane dhe një marrëveshje 20 vjeçare për blerjen e gazit natyror të lëngshëm nga SBA. Por për Erdogan, me siguri avlente, partneritetet e tij në politikën e jashtme, sidomos me Perëndimin, i kanë dhënë atij mbulim politik dhe një tub jetik oksigjeni për ekonominë, për të forcuar kontrollin mbi pushtetin, pikërisht teksa ai po lëviz për të çmontuar shtyllat e fundit të mbetura të demokracisë turke. Fotot e Erdogan me presidentin e Shteteve të Bashkuara ishin një trofej i veçantë dhe dërguan një mesazh të fuqishëm në Turqi. Po kështu ishin edhe fotot javën e kaluar ku Erdogan shtrëngonte duart me Friedrich Merz, kancelarin gjerman, dhe me kryeministrin britanik Keir Starmer. Jemi në një kohë të real politikës dhe bota është e gatshme të bëjë biznes me udhëheqës autoritar që të hyjnë në punë si Erdogan, edhe nëse kjo e bën luftën për zërat pro-demokracisë në Turqi dhe gjet shumë më të vështirë. Në mars, policia turke ndaloi Ekrem İmamoğlu'n, kryebashkiakun e Stambollit dhe rivalin kryesor të Erdogan, së bashku me shumë nga bashkëpunëtorët e tij, me akuza për korrupsion dhe terrorizëm. Protestat e mëdha që pasuan sugjeruan se pas më shumë se 20 vjetësh në pushtet, Erdogan mund ta kishte tepruar më në fund, por muaj më vonë, më shumë se 10 kryebashkiak nga partia kryesore e opozitës, Partia Republikane e Popullit, e njohur si CHP, përfshir İmamoğlu'n, mbetën në burg krahas qindra antarëve dhe zyrtarëve të CHP-s. Për abinë e shumë kujt, protestat kanë vazhduar, por Erdogan nuk shfaq asnjë shenjë shqetësimi. Përkundrazi, ai e ka intensifikuar goditjen. Një gjykatë turke lëshoi së fundmi edhe një urdhër tjetër arresti për İmamoğlu, të herë me akuza për spionazh politik. Recep Tayyip Erdogan u ngjit në pushtet duke premtuar të luftonte korrupsionin, të ulte varfërinë dhe të zgjerojë lirit. Për një kohë ai ja doli. Turqia madje nisi negociatat e antarësimit në BE në vitin 2005, por vitet e keq menaxhimit ekonomik dhe rrëshqitjes demokratike jo vetëm shtukën përfitimet e viteve të para të presidencës së tij, gjithashtu ato e lanë Turqinë më të varfër, më të përçarë dhe më pak të lirë. Votuesit e pakënaqur i dhanë Erdoganit një goditje të madhe në zgjedhjet bashkiake të vitit 2019, kur partia e tij humbi shumë qytete të mëdha. Teksa populariteti i tij ra dhe ekonomia e Turqisë u lëkund, Erdogan u kthye politikës së jashtme si për lek, ashtu edhe për besueshmëri, duke vënë pas se pazëvendësueshmëria strategjike e Turqisë do të blinte, nëse jo gjithmonë heshtje, të paktën një pranim me hezitim. Ai kishte arsye të mira të besonte se do të ishte kështu. Në fillim të vitit 2016, Bashkimi Evropian, i dëshpëruar për të frenuar vërshimin e refugjatëve nga Siria, arriti një marrëveshje emigracioni me Turqinë. Bloku u zotua për të dhënë 6 miliardë euro për mbështetjen e refugjatëve. Vjeshtën e kaluar madje e shtyu në kohë një raport dërmues për drejtat e njerëzit për ta mbrojtur Erdoganin në marrëveshje. Kjo marrëveshje i tregoi Erdoganit çfarë i duhej të dinte. Nëse Turqia bënte atë që interesonte Europës, Europa do të bënte sikur nuk shihte, që atëherë vlera strategjike e Turqisë vetëm është rritur. Erdogan ka ndjekur një vit diplomatike, veçanërisht të hollë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, duke mbajtur të hapura kanalet si me Rusin, ashtu edhe me Ukrainën, ndërsa thellon bashkëpunimin e tij me kryeqytetet perëndimore. Firmat turke të mbrojtjes janë shfaqur si furnizues kyç për Ukrainën. Një fabrikë municionesh në Teksas, inauguruar vitin e kaluar, përdor linja prodhimi të ndërtuara në Turqi, të montuara në vend nga punëtor turq, dhe pritet të furnizojë rreth 1/3 e objektivit të prodhimit të Pentagonit. Lufta në Ukrainë gjithashtu ka përshpejtuar shtytjen e Europës për të ndërtuar kapacitetin e saj të mbrojtjes, një nismë e forcuar nga rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë dhe dyshimet e ripërtërira për angazhimin e SBA ndaj NATO-s. Edhe këtu, Turqia është helpsore. Diplomatja e lartë e BE, Kaja Kallas, njoftoi përfshirjen e Ankaras në iniciativën e re Safe të bllokut në qershor, duke i dhënë Turqisë qasje në financimin e mbrojtjes dhe në prokurimin e përbashkët. Vetëm javën e kaluar, teksa prokurorët turqë akuzonin Ekrem İmamoğlu'n për spionim të tërthor për inteligjencën britanike, Starmer vullosi shitjen e avionëve Eurofighter për Turqinë në një takim me Erdogan në Ankara. Disa ditë më vonë, kancelari Merz ishte atje, duke thënë se nuk ka rrugë tjetër veç se një partneritet i mirë dhe i thelluar. Turqia mban mira trupa në Siri, kur ruajtja e stabilitetit është helpsore për Europën për të parandaluar një val tjetër refugjatësh dhe mban një prani ushtarake në Libi, duke ushtruar ndikim mbi një tjetër konflikt që qeveritë europiane kanë frikë se mund të shtyjë migrantët drejt brigjeve të Europës, shkruan New York Times. Në Kaukazin e Jugut, një korridor jetik për tregtinë dhe transportin e Europës, shumë kryeqytete europiane tani e shohin Turqinë si ndërmjetësin më të aftë për të shtyrë Azerbajxhanin drejt paqes së qëndrueshme me Armeninë. Ky theksim tek prakticiteti është një shenjë kohëve, një SBA transaksionale, një Rusi agresive, një lindje mesme e tensionuar, ndërsa shqetësimi i fortë i Europës është mbrojtja e saj dhe Turqia me afërsinë e saj me zonat e konfliktit, forcën ushtarake dhe industrinë e zgjeruar të mbrojtjes është strategjikisht e rëndësishme, por kryeqytetet perëndimore duhet të jenë të kujdesshme që ta trajtojnë
demokraci në Turqi si një luks dhe jo si një domosdoshmëri. Turqit nuk do dorëzohen në heshtje nga e drejta e tyre për zgjedhur udhëheqësit, përsa kohë që ata e vazhdojnë luftën, Erdogan do ta ketë të vështirë të konsolidojë sundimin e tij, pavarësisht se shumë bulim merr nga perëndimi. Kjo nuk është thjesht një çështje Erdogan, por një problem i qëndrueshëm për demokracitë që janë varur kaq shumë tek ai.